Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relasil. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Episodin e sotëm do t'ja kushtojmë një problematikë shumë të veçantë që janë shqetësimet e kokës dhe qafës. Për këtë arsye kemi të ftuar kirurgun maksilofacial Dr. Shkëlzeni Bishi. Doktor, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi e jashtëzakonshme të kemi këtu dhe është hera e parë që kemi një kirurg maksilofacial, nëse mundesh më na tregu me çka merret më saktësisht kjo fushë. Kirurgjia maksilofaciale është një lami e cila merret zakonisht me gjitha ndryshimet në kokë dhe qafë. Normal, kemi pak të përbashka me urologjin dhe me kirurgjin plastike, po në përgjithësi me eshnat e kokës, fytyrën në përgjithësi, prej lëkurës deri te kockat, të gjitha problematikat me gjandrat pështymore, gjitha ne merremi. Kirurg maksilofacial i përfshin atë lami. Ju keni studiu stomatologjinë fillimisht. Pse keni zgjedhur me kalu te kirurgjia maksilofaciale? Ku lidhen këto dy deg? Kirurgjia maksilofaciale në Kosovë ka qenë e programuar me u marrë prej stomatologëve. Ne unë kam fillu stomatologjinë, se normal stomatologjia ka qenë diçka që mu ka doktë interesant si fëmijë dhe normal edhe pak të shtym prej familjes e gjithçka. Po mas ne e kom pa që unë jam i orientu ma shumë ka kirurgjia, edhe kirurgjia maksilofaciale është, sigur me thonë, shkenca ma e afërt me pjesën e mjekësisë, kështu që normal që më ka tërheq më shumë edhe kom vazhdu pastaj specializimin kirurgji maksilofaciale. Sa vite ka qenë specializimi? Specializimi i kirurgjisë maksilofaciale është 5 vite. Edhe një fakultet ekstra? Edhe një fakultet ekstra. Ne kemi dikon rreth 29 muaj me sa kujtoj, ka qenë pjesa ku i mojmë të gjitha turnuset ne që ju thojmë në klinika tjera, dhe mas ne pjesën tjetër e vazhdojmë në kirurgjin maksilofaciale, dhe kushtet dikon i kemi për mbi 120 kujdestari që duhet t'i mbajmë, i kemi 7 kolekciume dhe provim përfundimtar pastaj që jem pjesë për me dalë si kirurg maksilofacial. Qysh është një ditë tipike e një kirurgu maksilofacial, si në klinikën e shtetit, si në private? Mes konsultave, sallës, që shkon dita komplet? Tash në normal në spital ku edhe punoj edhe veproj në shumicën e kohës, fillon me mbledhjen e mëngjesit, fillojmë mas pari vizitën ora 7, i përcjelli pacientat cilat kam i operu ose cilat i kam operu, në ora 7:30 dhe kemi mbledhjen e mëngjesit, raportohen kujdestarit, kështu, pastaj vazhdon dita prej orës 8 fillojnë intervenimet, kush ka me intervenu, kemi ditën e konsultave, kemi ato gjitha ndara secili pjesën e vet, edhe pastaj nëse kemi pas intervenim, normal ti fokusohesh ma shumë te intervenimi, mundohesh me u qetësu, me kon në i informuar për gjitha senet, me u kon normal edhe në bashkëpunim me anesteziologun, edhe gjitha me stafin përcjellës, që gjithçka me shku mirë gjatë intervenimit. Pastaj mas asaj, mas që të kryen intervenimet, normal gjithmonë kemi pas do konsulta që si ke prit, kemi pas do të cilat i ke caktu ma heret, edhe pastaj vazhdojmë deri në masdite ku zakonisht përfundon dita me mbledhjen e masditës, edhe zakonisht pastaj vazhdojmë secilin jetën tonë. Atë kujtohet cili ka qenë operacioni më i veçantë ose më i vështirë, më i komplikuar që ke pas gjatë karrierës tonë deri tash? Unë si kirurg maksilofacial jam kirurg, më me thonë ashta, i ri, për shkak se si specialist i kam ma pak se 5 vite që ushtroj profesionin, gjithsesi prej intervenimeve cilat i konsideroj si ma të vështira edhe ma komplekse në realizim kanë qenë disa, me thonë kohën e funit, të cilën e kom realizu dhe me thonë rreth para 2 javë ka qenë largimi i plumbit nga regioni i gjandrës parotide, është kjo gjandra e pështymës, ku plumbi ka godit, ja ka thynë ofullën, edhe pastaj ka përfundu aty, u duhet me shti si për shkak gjakderës, u duhet me fut sallë me njëherë, me largu plumbin, me bo hemostaz që thonë anë nalën e gjakderës, me fiksu në ofullën, me plaka, edhe me imbyll, edhe në jetën kohë mos më shkaktu diçka që pacienti nuk e ka pas përpara. Gjithmonë ka dhe intervenime që kanë zgjat ma shumë,
Diseksionet janë një lloj intervenime të cilat janë shumë serioze dhe normal ato bëhen në ekip, nuk më me bo vetë si doktor, edhe frakturat panfaciale që i thojnë ne, ose kur pas lëndimeve të mëdha kur kthehen disa kocka të fytyrës, është si puzzle të cilën mundohesh me qit në pozitën që ka qenë më herët. Kështu që në përgjithësi këto janë si ma komplekse. A shton stresin e punës fakti kur ndonjë problem është në fytyrë dhe ka me qenë i dukshëm edhe ka ana estetike? Gjithmonë ne kemi edhe për obligim që përveç funksionit dhe përveç që kemi edhe obligim me pas me rregullu edhe estetikën, për shkak se për dallim prej dorës e kamës së trupit fytyrën s'mund ta mbulojmë, kështu që e kemi shumë me rëndësi edhe pjesën estetike. Çdo herë kemi funksionin primar, po estetika gjithmonë vjen më saj, kështu që sikur të lëndime, sikur të frakturat, sikur gjitha intervenimet, domethënë estetika e ka një rol shumë të veçantë gjatë intervenimit, gjatë planifikimit të intervenimit e pastaj edhe pjesën post-operative. Çka është kirurgjia ortognatike dhe kush kualifikohet për këtë lloj kirurgjie? Cilë pacienta ka nevojë për ta? Kirurgjia ortognatike është pjesë e kirurgjisë që zakonisht bëhet vetëm nga kirurg maksilofacial, është zhvendosja e nofullave në pozicionin ma normal. Shumë njerëz lindin me probleme të cilat njëra nofull nuk zhvillohet, ndërsa nofulla tjetër zhvillohet, apo nofulla tjetër zhvillohet më shumë, apo të dy nofullat nuk janë zhvilluar mjaftueshëm dhe e kundërta. Bëhen matjet edhe të cilat e kallëzojnë saktësisht, i thojnë matjet cefalometrike, ku kallëzohet cila nofull është e zhvilluar, cila duhet të zhvendoset, edhe fiksimi i tyre me pllaka edhe pastaj rregullohet që përveç normal funksionit, kafshimit, rregullohet shumë edhe estetika. Gjithë njerëzit të cilat kanë çrregullime të raporteve ndërnofullore që thojmë ne, ata janë kandidat potencial për intervenim kirurgjik maksilofacial. Gjithashtu ata të cilët nuk kanë mujt të zgjedhin këto probleme me ortodonci apo me vendosjen e briketave, këto kur e shohim që ajo është e pamundshme, atëherë gjithmonë rekomandohet edhe intervenimi kirurgjik. Domethënë është kombinim edhe i funksionit edhe i estetikës, nuk është vetëm njëra. Absolut, funksioni është primar për shkak se një nofull raportet e tyre janë shumë të rëndësishme në kuptim të funksionit me ushqyrje, me të folur, me gjitha ato, me nyën të cilën e kemi shumë rëndësi, e pastaj edhe estetika, normal që njerëzit estetikën, sidomos të rit e kanë si ma kompleks, po gjithsesi kur rregullohet njëna, kur hidhet për njënën duhet më rregullu dhe tjetra, për shkak se është intervenim i madh kirurgjik, edhe duhet që sa ma pak intervenime me bo. A bëhet që intervenim që kuka? Për fat të keq që disa vite nuk realizohet, është realizuar një kohë, nuk realizohet për shkak të mungesës së anesteziologëve, kemi mungesë edhe numër të vogël, edhe prioritet gjithmonë kanë intervenimet që janë tumorët, frakturat, edhe gjithashtu anomalitë e lindura, infeksionet kuptohet, këto i kanë prioritete. Për fat të keq, edhe pse numri i pritshmërisë në klinikën tonë është i vogël, gjithsesi ende nuk kemi mujt me e sjell në atë kur kirurgjia ortognatike do të jetë prioritet, për shkak se konsiderohet si kirurgji estetike. Te estetika, pastaj po besoj që në të ardhmen të afërt do të fillohet edhe ky lloj intervenimi të vazhdohet në kirurgjinë maksilofaciale. Përveç kësaj duhet me pas parasysh që edhe stafi ka pas ndryshime të mëdha në kirurgjinë maksilofaciale, edhe stafi jemi pak numri i vogël i kirurgëve maksilofacial, sidomos jemi gjenerat e re, kështu që edhe e ndikon, po besoj që në të ardhmen shumë të afërt do të fillohet me intervenime. Sa zgjatë zakonisht periudha e rikuperimit mas një operimit nofullave edhe a ka dhimbje pacienti mas operimit? Intervenimet në nofulla normal që varësisht prej çka ka intervenu, po zakonisht rikuperohen shpejt, dhimbjet nuk kanë, zakonisht dhimbjet janë minimale dhe zakonisht me analgjetik menaxhohen shumë mirë. Por zakonisht brenda javës gjitha intervenimet njerëzit mund t'i kthejnë jetës normale. Në raste shumë ekstreme kur
të cej frakturat e mëdhaja kur kemi që thash ma herët politrauma, ajo është diçka tjetër, po në përgjithësi brenda javës gjitha intervenimet menaxhohen. E përmend edhe më herët që ka disa të përbashkëta kirurgjia maksillofaciale me kirurgjinë plastike. Kur është fjala për kirurgjinë e fytyrës, qysh vendoset kur je për kirurgun maksillofacial e kur je për kirurgun plastik? Kjo është një luftë e msheft mes kirurgëve maksillofacial dhe kirurgëve plastik, pse tash më varet kënë e vetë. Okej. Me na vetë neve, na menojmë që na punojmë ma mirë kirurgjinë estetike se kirurg plastik, për shkak se na punojmë vetëm fytyrën, na nuk prekum kur gjë në trup. Kështu që për mendimin tim personal, unë mendoj që na jena ma fin, na punojna ma një elegant, më me thonë, edhe problemet cilat mund të shfaqen, pastaj komplikimet, mendoj që na i menaxhojmë ma mirë, sepse ne përveç lëkurës na i njohëm edhe muskujt, i njohëm edhe kockat, i njohëm edhe gjandrat, kështu që ata zakonisht, si te kalojnë lëkurën, zakonisht na thirrin neve, kështu që ose e quajnë te na, kështu që mendoj që është një ujë i pandam, po si në mes dyqysh, po besoj që pacientat zakonisht për shkak se në ambulantat lokale edhe spitalet rajonale kanë tendencë me qu ma shumë kirurgji plastike, sa ata janë doktor të përgjithshëm, kështu që atë e qojnë. Po një pjesë vjen edhe në kirurgjinë maksillofaciale, na mundohemi me i trajtu sa ma mirë. E ra që ki podcast edhe i kuptova krejt bifat që kanë doktorat me si një qetrin e kom kuptu që kardiolog me kardiokirurg nuk ishin kursish. Po nësë më thonë. Dermatolog nuk i kanë që farmacistat që merren për shembull me estetikën, edhe pse realisht për formulim të produkteve e farmacisti është personi më adekuat se na kena mësu shumë kimi. Vetëm që jena që dina shumë kimi, shumë mjekësi edhe në formulim të produktit duhet shumë kimia. Është diçka tjetër mandej tretmanet, janë që është i krejt tjetër, po kozmetologjia nuk përfshin veç me bo tretmanin, ose dermatolog që janë mjek, kështu që çdo ditë jam të kuptu raportet me profileve të ndryshme të shëndetësisë na. Na me dermatologjin përgjithësi kena marrëdhënie të mira, edhe pse ata anojnë nga kirurgjia plastike, nuk e di për çfarë arsye, ndoshta pse ata e dërgojnë njerëz edhe që kanë probleme në dorë, në këmbë, diçka tjetër në kur, po gjithsesi ne shumë shpesh kemi bashkëpunim të mirë me ta, ku i dërgojmë për ekzaminime shtesë, ku në raste kur nuk ka nevojë për intervenime kirurgjike, atëherë i dërgojmë te dermatologu, po në përgjithësi ne kemi marrëdhënie të mira me dermatologët, kështu. E kur vjen puna e ilaçeve, mendoj që na kirurg maksillofacial na pak për mas, nuk i njohum fort këtë lamin. Eksperienca masi që po kryshe studimet, po ta definoj ke shumë njohuritë edhe që ajo me që ka mirë shumë për ditëshmëri, njeri po harroj ke shumë, sande që i ka ditë, ndoshta me një lexim ajo të rikujtohet, po kështu ma mirë është njeri mu profilizu me një fushë edhe mu bu i mirë që ato se vallajnë 43 provime, është pak vështirë mi ditë krejt për dhejtëshën, kështu që ma mirë, sa ma i profilizu më qaq ma mirë. Po me qenë se ki vazhdimisht punë me kryesisht me fytyrën, qysh ndryshon vetbesimi i një personi masi që bëhen rregullime në strukturën e fytyrës tij? Kur vjen punat e pjesa estetike, zakonisht ndryshimet janë zakonisht njerëz një pjesë kuptohet ne ju rekomandojmë intervenime kirurgjike se na pse jena kirurg, po mendojmë që rezultatet zakonisht janë ma bindse, janë ma të afatgjata, kështu që na insistojmë në disa intervenime të cilat kanë mu vrejt, për shembull autopostaza është një intervenim i vogël ku ose vesh njerëz që kanë kompleks, kirurg maksillofacial mendoj që i bojnë shumë mirë, edhe aty jena në një farë bifit vogël me kirurg plastik dhe urolog, po prap aty mendoj që mendoj menimi jam është që na jena pak ma fin edhe i kushtojna pak ma shumë rëndësi, mas ne i kena blefaroplastikën e sipër me Okej, syve apo? Po. Edhe ajo, edhe pse do këtë intervenim shumë i vogël e sene, po janë rezultate përveç estetik, janë edhe funksionale. Kemi kombo shumë raste kur pacientat kanë ardhur për estetike, kanë përfundu të uni shumë ma mirë edhe në kuptimin e pamurit, për shkak se peshës rënd që ju bëhet, su një majnë sy të hapur, s'kan drit mjaftueshëm vëllë sy, edhe shohin ma pak, mas ne ja ka përmirësu përveç estetikës edhe funksione. E mos falas tani edhe për pjesën e faceliftave, të cilët ka kategoritë ndryshme të faceliftave. A e bani faceliftin? Në për fatkeq thash në privat, kam në
Në privat i bojmë disa lloje të faceliftave. Unë personalisht, edhe pse mirë me estetik, jam anti-reklame intervenimeve, se kam frikë edhe s'kisha hyp kur në një intervenim nëse s'është prej zorit. Po e di që njerëz e bojnë. Përveç pjesës të estetikës, me cilat janë traumat më të shpeshta të fytyrës me cilat përballeni ju, që s'kan bojnë me qefin, po me zorin. Po, sidomos aksidentet e trafikit, kontaktet fizike ose edhe sportive janë domethënë frakturat cilat mas shumti që shkaktojnë frakturat fytyrës. E më të shpeshta është kjo kompleksi zigomatico-maksillar që e themi ne, pastaj është kjo enofullës së poshtme, edhe normal kur janë të kombinuara me frakturat sinusit frontal e gjitha tjerat, pastaj më të vogla. Frakturat janë normal aksidentet e trafikit janë numër 1 që shkaktojnë mas shumti. Gjithashtu me motocikleta edhe me bicikleta edhe trotineta tash, këto janë më të shpeshta të cilat shkaktojnë ose etiologjia e frakturave. E pastaj normal edhe konfliktet fizike edhe ato të sportive, këto zakonisht që shkaktojnë. Ndërsa këto tjerat që janë patologjike, zakonisht janë shumë më të rralla për shkak të sëmundjeve të ndryshme, po janë shumë më të rralla. A merreni ju edhe me fëmijët, a është specializim i veçantë për fëmijë? Ne merrem edhe me fëmijët, me domethënë shumë trajtime të cilat shumë trajtime i bojmë duke fillu prej qillëzat e qara ose të lindurat që janë ato me qillëzat qara, me buza e qarë, na jemi kirurg maksilofacial, zakonisht ne i trajtojmë, e pastaj gjitha intervenimet edhe se edhe fëmijët kanë fraktura zakonisht të enofullave, ka mundësi shpeshherë, pastaj në raste kemi bashkëpunim shumë të mirë edhe me pediatrin, me klinikën e pediatrisë, sidomos me pjesën e onkologjisë, hematoonkologjisë, kur zakonisht naftojmë ne si kirurg maksilofacial për largimin e nyjeve limfatike, për biopsi, kështu që zakonisht kemi marrëdhënie të mira e fëmijët gjithmonë si të gjithë tjerë mendoj fëmijët e kanë një vend special, kështu që maksilla i trajton me një kujdes më veçantë fëmijët. A qysh veproni në rastet kur vjen një pacient që ka atyme më shumë se sa një kockë? Prej ka fillon ja ka ndaj prioritet apo punohet paralelisht në gjitha? Normal kur aty si që quajmë ne fraktura panfaciale, zakonisht kur ka janë disa rregulla të kirurgjisë, të cilat mundohemi me i zbatu, gjithsesi shpesh duhemi me bë dhe modifikime, po janë ato rregullat që i kanë punë njerëz pak më të mëdhenj se na. Ajo është zakonisht ne shkojmë ose llogaritet brenda jashtë, ose jashtë brenda. Varësisht cilën shkollë e bën, unë personalisht mendoj. Unë e rekomandoj edhe e kum praktiku zakonisht kjo që është nga jashtë brenda, për shkak se mendoj që rezultatet në fund janë më të mira, është si qasi pak më e vështirë, po rezultatet mendoj që janë më të mira sepse zakonisht ne i shohim kornizat e jashtme, kështu që kornizat e jashtme si të vinë deri diku mirë, jemi të kënaqur, ndërsa si me thonë, ndërsa kjo pjesa edhe nga brenda jashtë edhe ajo është një qasje shumë e mirë, po këtë po më varet ndoshta edhe me kanë po mësohesh, prej kujt po mësohesh, e unë qashtu këto në shkollë ku domethënë specializim edhe e kum pa, kështu që kemi shku në drejtim edhe mesoj që është goxha mirë. Se cili intervenim që bëhet në trup pavarësisht në cilën pjesë mbetet një shenjë. Qysh e menaxhoni ju faktin që mas intervenimi mos më i mbet pacientit shenja? Ose mi mbet minimalisht, se nështë apo një shumë mos më mbetish. Menoj që bashkë për këtë pjesë ne e marrim shumë seriozisht për shkak se punojmë vetëm fytyrë dhe e marrim me shumë seriozitet. Preparimin ose përpunimin e plagëve ose edhe kur i bujmë vetë plagë për me ndërhyjnë kocka, ne mundohem t'i përcjellim konturat e fytyrës edhe mundohem që të shkojmë sipas rregullave të cilat janë domethënë në pozicione ku vrejhet mas pakti,
edhe nëse domethënë përveç që ku vrehen mas pakti, gjatë manipulimit me indet bëhet minimalisht lëndimi i indeve të buta, edhe pastaj qepjet të bëhen në shtresa, të bëhen në mënyrë sa më të precize që plaga të vrehet sa më pak. Normal, në shumë raste kemi edhe komplikime ose jo rezultate të kënaqshme, të cilat pastaj menaxhohen me një intervenim të dytë, i cili zakonisht varësisht prej rasteve, i përdorim teknika të ndryshme, për shembull, Z-plastika është një metodë e thjeshtë dhe e cila jep rezultate goxha të kënaqshme. Tani një tjetër është geometric broken lines, që janë teknika të thjeshta për zvoglimin apo për që t'i bëj plagët të duken sa më pak. Këto janë si teknika të cilat zakonisht përdoren në intervenimet e dyta, kur rezultatet në rastin e parë nuk kanë qenë të kënaqshme. Gjithashtu ka teknika të ndryshme tjera të cilat bëhen në kombinime dhe në raste specifike. Po këto janë si dy metoda të cilat i përdorim që me plagët të jesit sa më të vogla dhe të vrehen sa më pak. A e ki kështu deformim profesional mandimi ja u këshyr njerëzve fytyrën? A ka ndonjë problem kur i takon kështu rreth? Absolut, ato e kam kështu, domethënë ata nuk kanë nevojë me thonë se në veç e kum pa, kur e marrin vesh që jam kirurg maksilofasial, doktor kjo se me vete e pash më herët, po s'do me thonë. Është e vërtet, po menoj që gjitha profesionet e kanë ato dhe secilin vetën, kështu që gjithmonë, domethënë na jena mësu me këshyr proporcionet, me këshyr to tani pak a shumë, po sa dhe menoj që pak e teprume është, po ngulitet dhe s'ki çka bëhet, po. Sa shumë me dëshirë, nuk është nën kontrollin tonë, se do një analizë lkura njerëzve, si ti shoh direkt që e këshyri ka ndonjë problem. Doktor, inteligjenca artificiale së do shprezente në çdo profesion edhe në çdo pjesë të jetës. Çu ka ndiku kjo në punën e juaj si kirurg maksilofacial? Inteligjenca artificiale ndoshta ka ndiku në kuptimin e qasjes në informacion, pak a shumë. Po menoj që si çka ka ndiku më shumë në kirurgjinë maksilofaciale është planifikimi 3D. Planifikimi 3D është një e ardhmja edhe e tashmja në botë. Kirurgjia maksilofaciale, shumica e procedurave bëhen në planifikim 3D e pastaj realizohen. Çka do të thonë kjo, ajo është në kompjuter në 3D, që ka me qenë rezultati përfundimtar e mandej aplikon? Ashtu, do të thonë siç e theku më herët, zhvendosja e nofullave në shumicën e vendeve të botës, ato bëhen 3D, ku përveç përcjelljes së kockave jenë gjendje mi përcjell edhe indet e buta si kanë mundu. E ajo është shumë e rëndësi. Pak a shumë të e kini ide qysh ka mundu. Përveç asaj kime pas më të lehtë edhe intervenime, për shkak se ti vetëm do më thonë përpara çdo herë u shkun atë idenë, kur janë zhvendos nofullat, i kanë pas do pllaka standarde dhe i kanë qitë qysh ja ka marrë mania pak a shumë, me disa guida të vogla. Tash nëse shkon në mënyrë tamam kështu qysh është e menume, atë shumë kompani botnore veç t'i bojnë gati, ti vetëm kimi vendos, edhe jenë do me thonë me milimetra, mos thom nanometra, do me thonë diferenca në realitetit nga ajo që ka preti. Kështu që kuptohet planifikimi 3D edhe shkenca digjitale në kirurgjinë maksilofaciale është shumë e avancume. Pyetja $1 milion, a kanë me i zëvendësu robotat në të ardhmen kirurgën? Jo, kur s'kanë me zëvendësu. Nuk menoj Jo që veç është. kirurgën, po në përgjithësi shumicën e sigurisë. Unë menoj që bilina kirurga kështu pas shef me na zëvendësu. Po jo, menoj që është as në të ardhmen qepes. Unë për vete e kom largu një këtë dhëmbin e pjekurisë dhe ma ka bu një kirurgë. Edhe kom kalu mirë, edhe pse kom një farë fobie prej stomatologut, si përvojnë total ka qenë e mirë. Kur është momenti, në cilat raste ma saktësisht duhet me u largu dhëmbi pjekurisë nga kirurgu maksilofaciale, jo nga stomatologu? Menoj që dhëmbët e pjekurisë nuk duhet mu largu kur nga stomatologu. Okay. Unë menoj që duhet mu largu prej kirurgut oral. Se ajo më falë për ndërpej konsiderohet operim i vogël, apo? Konsiderohet operim i vogël, po. Po, gjithsesi unë menoj që kirurgu
oral është tamam i thirrur për atë punë. Është domethënë, është qendra e emrit të tij. Largimi i dhëmbëve me intervenim kirurgjik është punë e kirurgut oral. Edhe maksillofacial, për neve kirurg maksillofacial konsiderohet intervenim i vogël, ndërsa për stomatolog mendoj që është i avancuar si intervenim, për shkak se pozicionet zakonisht që janë në dhëmbët e pjekurisë, shpesh herë din me kon problematike. Kemi shumë ngjaku dhe nerva afër të cilët mund të lëndohen nëse nuk përcillen ose nëse nuk e njeh mirë anatominë edhe nuk i përcjell ato rregullat e kirurgjisë. Nervi për shembull, nervi lingual llogaritet që është 5 milimetra nga kufiri lingual i kurorës ose i procesit alveolar në anën e brendshme. 5 milimetra janë kogja pak. Mos me koni kujdes shumë unë e lëndon. Shpesh është lëndimi më i shpesht është komplikimi më i shpesht kështu dashur të thonë gjatë largimit të dhomit 8. E pastaj kemi edhe lëndimin e nervit alveolar. Besa ka dhe lëndime tjera, po këto dyja janë se që duhet me pas më shumë rëndësi. Janë disa njerëz të cilët vujnë nga kërcitja e nofullave. Çish rregullohet ky problem? Kjo është një lami ose një temë për cilën na kirurg maksillofacial s'kishim pas që me kon kirurg maksillofacial. Pse? Për shkak se rezultatet e intervenimeve, gjitha intervenimeve, janë jo të plota. Gjithmonë kemi të bëjmë me një disk i cili në përgjithësi në shumicën e rasteve, problemet janë me diskun. Kërcitja në dhëmbë për shkak të problemeve me diskun. Menaxhimi i diskut është i vështirë. Mas pari intervenimet kirurgjike të qasja deri te diski është shumë e vështirë në mënyrë praktike. Pastaj edhe suksesi janë shumë të limituar. Kështu që munome me shku në mënyrën sa më konservative. Domethënë, duke fillu prej largimi i veseve të këqija, duke fillu me ushtrime, me fizioterapi, pastaj me artrocentezë është një intervenim ku bëhet shpërlarja e nyjes, artroskopia është një lloj intervenimi kirurgjik. Për fat keq na nuk e bëjmë pse s'kemi pajisje, por në përgjithësi nyja temporomandibullare është shumë komplekse edhe qendrat më të avancuara botnore, jo veç në Kosovë, në rajon, nyjen e kanë si pikë dopt, kështu që mos u bëf shumë me intervenu nyje. Besojmë. Çka është shtimi i kockës edhe a është e domosdoshme me u bë para implanteve dentare? A është e domosdoshme? Jo, nuk është e domosdoshme. Kur ke kocë mjaftueshme, s'është e domosdoshme hiç, biles s'është e uveshme hiç, edhe ai shko ma mirë me bu kurr. Shtimi i kockës ose bone augmentation anglisht i thonë, bëhet vetëm në rastet kur është gjithçysh e nevojshme. Cilat janë ato raste? Në raste kur kemi mungesë ekstreme të kockës, atëherë nuk i mundësi me vendos implante. A hyn këtu personat me osteoporozë? Hyn edhe personat me osteoporozë, po bashkë personat me osteoporozë nuk rekomandohet implante hiç. Po jo, zakonisht. Se tash mos po e gjej kështu një hapësirë, mi u thonë atë në personave që kanë osteoporozë, po më ishit edhe jo, po jo domethënë. Për fat keq, ose domos për shumë arsye, një prej komplikimeve më të shpeshta te osteoporoza e që paraqiten vetëm te nofullat, e që shumë pak njerëz e dinë, edhe sidomos dentistat duhet ta dinë, është osteonekroza medikamentoze që thirret ose mronj, si shkurtesë, medical related gjatë osteonekrozës. Zakonisht i prek njerëz të cilën përdorin terapi për sidomos i një më mirë bifosfonatet janë si banat kryesore të cilat shkaktojnë osteonekrozë medikamentoze. Kështu që jo, shtimi i kockës bëhet vetëm në raste kur kemi gjithçysh nevojë. Vendet cilat merret zakonisht janë prej atyne lokale ku e marrim në fund të nofullës apo te kandi i nofullës,
pastaj i kemi tuberin maksill, edhe aty kemi një farveni që mundohemi ka herë me marë, pjesa mentale, edhe aty kemi pak ma shumë zakonisht mundohemi, e pastaj edhe regionale e largta, zakonisht për shembull, po ato bën anestezën të përgjithshëm, nuk bën anestezën lokal, ndërsa këto të cilat merren në regione lokal në gojë, këto zakonisht me anestezën lokal kryen. A janë shpeshta rastet të natë që kanë tumore në regionin e gojës dhe të fytyrës? Po, tumorët në regionin e gojës edhe të fytyrës janë shumë të shpeshta, duke fillu prej tumorëve të lëkurës. Basal cell carcinoma, njëherë si tumori më i shpesht i lëkurës, me sa kujtoj se pak po harrojna, po dikon 80% të rasteve paraqitet në fytyrë. Për shkak të ekspozimit ndaj rrezave ultraviolete që llogaritën si shkaktar kryesor. Domethënë, ka dikun e zën 1/10 e sipërfaqes trupit, ndërsa 80% e tumorëve paraqiten në fytyrë. Kështu që duke fillu prej lëkurës, prej basal cell carcinomës, squamozit e melanomës, pastaj edhe tumorët e gojës janë shumë të shpeshtë. Llogaritë që çdo i 15 person ka tumor në gojë. Tash me një thu 15.000 veta nuk shumë, po edhe nashta nuk është shumë, po për Jo, tumor më duket shumë, se po pas na menu që ka më pak. jo, është llogaritë që çdo i 15.000 person ka karcinom orale. E varësisht edhe për regionet të botës, për shembull personat në regionet ku ka duampiri ose chewing tobacco që e kanë, edhe ku përdor atë alkoolin sa si të mëdha, zakonisht është shumë e shpeshtë. Në te na është tumori i cili paraqitet kogja shpesh edhe është shumë serioz, edhe shumë i rrezikshëm. Sa janë gjasa përmbjetjes dhe përpozojnë deri në 5 vite ose pak më shumë me pas një jetë. Varësisht prej fazave kur nxinën. Në rastet të në përgjithësi edhe regioni ku paraqitet në gojë është faktor prognostik. Thellësia konsiderohet përpara u llogarit mallësia e tumorit, tash ka ndrru kohën e fundit, s'po di në 2018 më duket ose 2017 saktë nuk më kujtohet, kur u ndrru kështu edhe tash llogaritet thellësia e tumorit si faktor prognostik. Metastazat, nyjet limfatike, a ka dhënë metastaza domethënë për rreth normal perineural, kur janë më të rrezikshëm varësisht prej kësaj. Kështu që kjo më shumë ka rol në prognozë, po në rastet kur për shembull tumorët e buzës, edhe pse janë më të shpeshtë për tumorëve, se buza konsiderohet si pjesë e gojës, prognozën e ka më të mirën prej të gjithave. Për shembull, dikon 70-80% nuk kanë kur metastaza dhe kalojnë me një intervenim kirurgjik thjesht të ku largohet tumori, po duhet jetë më pak se 2 cm edhe pa metastaza. Sa është vështirë mani me rekonstruktu fytyrën masi që largohet një tumor? Është e vështirë, është shumë sfiduese. Domethënë fytyra është si region mendoj që është shumë sfidues për shkak se ne nuk mund zakonisht ta hekum vetëm tumorin, na duhet me shku shumë gjën edhe në inde të shëndosha. 1 centimetër në fytyrë është e madhe. Për shembull, po foli për melanomën, që është një tumor shumë i rrezikshëm. Për shembull, nëse një tumor është 1 centimetër, na duhet me shku dikon rreth 3 centimetra për rreth që me e konsideru që kemi hek mjaftueshëm. Që i bjen kogja një perimetër i gjatë për fytyrë. Rekonstruktimi i tyne është i vështirë, gjithashtu edhe në gojë, po rekonstruktimet janë thjeshta, duke me fillu prej llambëve lokale, ku merren indet për rreth dhe bëhet rekonstruksioni, pastaj llambët regionale, ku merret nga regionet më të largëta, po që janë në kontakt direkt me fytyrën, e pastaj edhe llambët e lira. Llambët e lira janë kur merret për rekonstruktim të nufllave, për shembull, merren nga fibula free flap, ka plot tjera, domethënë edhe disa flepe të tjera të cilat janë të lira, merren nga regione të ndryshme të trupit dhe vendosen në fytyrë. Për fat keq na në Kosovë nuk i realizojnë këtë intervenim. Ne si doktor po tentojmë me një trajnimet jashtë vendit edhe me bu, edhe pse është realizu me sukses në rast në kirurgjinë maksillofaciale me ndihmën e kirurgëve maksillofacial turq. Kështu që nuk është që s'kemi bu, po jemi në proces të
ofrimit të këtij shërbimi në vitet e ardhshme, besoj që Shpresojmë sa më shpejt. Po. Doktor, na ardhëm shumë shpejt në fund të bisedës tonë. A ka ndonjë këshill që kishe dashur më dhënë pacientëve ose gjithë atyre që po na shohin sa i përket kujdesit për shëndetin e fytyrës dhe qafës? Tash është vera edhe vet po voziti motor e tash edhe është e shpreha goç ka thonë Po. mos e shështoj. Kështu që mendoj që trit, sidomos motocikletat, trotinetat, bicikletat me pas shumë a shumë kujdes. Rrëzimet janë shumë serioze, pacientat sidomos për regionin maksillofacial, të cilat nuk ka kujdestari, cilën e mbajnë, nuk kam pacient që ka pas aksident, kështu që të kenë kujdes, të mbajnë helmetat, të mbajnë mjetët mbrojtëse, vozitin me kujdes, dhe që sa ma lëndimet jenë sa ma të vogla dhe ma të menaxhueshme. Apo janë këto aksidentet me trotinet ma shumë mosha 9-18 mbi 18? Çuditërisht, personalisht kom prit me pas shumë të vogël me këse. Nuk kanë. Me trotinetat vogël, zakonisht lëndimit janë minimale, gërvishje, po thymje shumë rrallë kemi, shumë rrallë. Ndërsa këto të cilat vinë me bicikletat noja, me motocikleta, lëndimit janë shumë serioze dhe zakonisht kërkojnë intervenime serioze kirurgjike. Mu po më friksojmë shumë qëto trotinetat elektrik. Edhe po isho shumë prej fëmijëve, që ajo me sa e diun shkon deri në 40 km/h. Është shumë e vërtet, personalisht kom menaxhu shumë raste kur kemi pas thymjet komplet dhëmbëve. Dhëmbëve të ri, dhëmbëve të cilat janë ndru dhe nuk kanë mundru ma, edhe gjasat që ai fëmij me pas dhëmbë të mirë një jetë na herë janë minimale. Kështu që me pas kujdes, sidomos prej këty me trotineta, me bicikleta, me pas shumë kujdes. Faleminderit shumë doktor që pranove ftesën me qenë sot me neve, ishte kënaqësi dhe shpresoj shumë që kemi me u pa prapë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë episod të radhës të Glowcast. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Eptaderm, Luna Farm, Naturmel, Natura Therapy, Nika Farm, Organic dhe Relastil.